Po dia a muj me hangër mu, vetë. Mirim politik. Nuk e besoj qeveria që duke po këtë popull. Aso ju kam vërbu sytë. Po jam i shqetësuar se po plat shkitna. Mirë se erdhët në mbledhjen e tretë të bordit ZRS për vitin 2025. Në raporti i kemi përcaktuar ose i kemi elaboruar në mënyrë të detajuara shkaktarët kryesor që kanë bojnë me rritjen e kostës së shërbimit. Do të thonë këta i kemi 4 shkaktarë që kanë ndikuar në rritjen e kostës së shërbimit. Do të thonë janë ndryshimet në kostet e blerjeve të energjisë elektrike nga furnizuesi me shërbim universal, ndryshimet në kostet e blerjes të energjisë nga operatori i sistemit të shpërndarjes, parashikimi i çmimeve të energjisë nga i porti për vitin 2025 dhe parashikimit për kostet e shërbimeve ndihmëse për operatorin e sistemit të transmetimit. Duhet ta theksojmë se në vlerësimet për vitin 2025 është parashikuar edhe import, duke ditë edhe duke pas parasysh se njësitë gjeneruese janë në planifikim të mirëmbajtjes. Ndoshta është mirë me potencu që kërkesa e OSSH-s, këtë rast kërkesa e KEC-it ka qenë dikon rreth 214 milionë euro, mirë po pas vlerësimit nga ana ZRS, kjo vlerë ose kjo kërkesë është zbrit nga 214 milionë euro në 180 milionë euro pas shqyrtimit nga ana stafit në raportin konsultativ dhe pas përgjigjen komente si version final i propozuar nga ana stafit profesional të ZRS. Mësë me na pengum, dësh me marrë leje për me marrë fjallë. O, mbledha është në vëtë. Mbledhe të bordë, jetu na pengum, vazhdimin e mbledhe të bordë. Po politikët për me asaru shtetarë. Ti kimi marrë përgjitit, bani pytit dhe me përgjitit pa marrë këti, kur të kujtë mbledha? Mbledha letë marrë. Së është korrekte në mbledhje në shtosh, edhe në tonë nësë me marrë përgjitit që ti duke. Po si va lidhe me tretë, dhe me tonë, që ka në veni tira dhe për me dalë ju në televizora, kjo është e hapë në për ashtu, do në të bëllë prej fillim, nësë vim heq, edhe ju vazhdoni si, po në gjaqët me revendime që shtu teke. A munit me na lirë solën me vazhdim? Unë sot kam dalë të bashkangjit nga qytetarët të Kosovës, unë jam qytetari i këtij vendi për shtetimin e rrymës, 15% që do të merr sot vendim ZRA dhe të protestoj që kjo është një palogjikshme që të rritet rryma 15% në një vend ku është vend i varfër, një qytetar që në varfër dhe në varën për një pagë shumë vogël. Nuk e besoj qeveria që duke po këtë popull. Aso ju kam vërbu sytë, tu menduan e kështu. Se aja të kishpo popullin, kishpo ngritit paga o mas parit, paga të gjitha strukturave që jetojnë gjitha shoqëri që jetojnë në Kosovë, që po pagat. Aja, me sa di unë, ju kam vërbu sytë, aja të po vetëm vetë edhe të po standartin e vetë. Aja ta mendojnë që kanë rogat 2.000 e ca euro, dhe në 3.000 euro kanë rogat, dhe për ta kjo rritje është okej. Po ne si qytetarë që jetojnë këtu në vendin tonë, edhe ata jetojnë këtu në Kosovë pikërisht, po për ne është e pamjaftueshme kjo pakë që e marrëm ne, që të përballojmë këtë 15% të rrymës e cila duke pritur të rritet. Ti shumë francez. Sot ky shesh është mushës plot qytetar këtu. Po fatkeqësisht si jemi francez. Po them sinqerisht me atë aspekt se francez për 1 cent dalin në rrugë. E jo ne për një 15% që si e ngrit qeveria rrymën, ne sot do të mushët ky shesh plot qytetar. Kom dalë të mbështes qytetarët tonë kundër shtrëngimit të rrymës, e cila është e padrejtë, sepse na kena energji të mjaftueshme, kena termocentralet tona, kena prodhimin e mjaftueshëm, edhe ne paguajmë më shtrejt rrymën se gjithë rajonet dhe gjithë Evropa. Prandaj kam dalë solidarizohem me gjithë këta njerëz këtu sot, mirim politik. Çka nëse përmes protestave nuk kena me mujt me ndalë shtrejtimin? Protestat duhet të vazhdojnë, po ashtu duhet edhe kuvendit të angazhohet në këtë drejtim në mbrojtjen e interesave të qytetarëve.
Kemi vendosur të jetojmë dhe të punojmë në këtë vend. Dalë kundra shetimit rrymës. Unë jam prezident 164 pensioni marrë, s'kam me momento. 100 euro rryma vjen. Ka të 3 vite kam punu në kost, kam punu, që ku e kam? Ka 3 vite 100 euro këto jam. Dhe jam dorë me to. Jam kundra shetimit. Se 29 euro gjysmë megavatit e blen pe kekut keci, 700 euro jashtë konsumatorëve. 700 euro. Sa ke me mujt me mbjetuti nëse? Unë më shatu me to, po s'dia a muj me hongër mu, veç në pagu e komunale, që s'kur gjajt. Rrym, uj, bordok, aty, qëto, kur gjajt qëtër. Me hongër, do të më dalë rrugëve me mbledh. Kjo s'ka të ndodh, kjo është krim. Edhe krimi duhet më nalë në rrugë. Jo me 5 minuta proteste, këta nuk e njojnë a gju. Këta pi rrugë e nërë dhe me rrugë kanë me. Po jam i shqetësuar se po plat shkitna. Do me thonë, buxheti jam familjar është ma i varfër për ditë. Edhe kjo protest mu nuk po më përmbush. Për derisa na dalëm, këta marrin vendim për shajtimin e rrymës. I kanë nxjerrë do policë këto që këta janë të parë që i prek kjo tarif shtesë. Nuk jam për dhunë, po jam më nalë edhe më janë ndalu hymjen. Po më thonë janë pronë private. E çka lypin institucionet publike në pronë private, në hotel, në vende luksoze. Kush i pagun këto qiraja? A nuk kemi na vende ku kanë mujt me i zvendos zyrat këta?